një çështje elementare, një databazë të viktimave, të njerëzve, domethënë ku janë vrarë, si janë vrarë, gjitha këto mos me pas, domethënë është absolutisht është e papranueshme. Nëse mund t'i them nga ajo që ka thënë edhe kryetaria e Kuvendit, po edhe Ministria e Punëve të Jashtme, këta nuk kanë staf për me marrë në fakt forme mendimin se ky libër është i mirë dhe është i qelluar dhe përmban të dhëna të sakta. Prandaj unë kisha rekomanduar që sa herë të tjera, nëse në rast se ministritë të tjera mund të financojnë libra të kësaj natyre, duhet të jenë të ndjeshëm për shkak se ndjesia është jashtëzakonisht e madhe. Dhe për këtë arsye duhet të referohen Ministrisë së Arsimit që të marrin një mendim se a ja vlen të financohet ky libër apo jo. Të paktën, nëse këta nuk kanë staf kohë të mjaftueshëm që të bëjnë verifikimin e këtyre dhënave, atëherë mundet spaku mos ta financojnë librat. Pastaj se neve po na rrjedhin kështu vazhdimisht dyshimet, dhëna të dyshemta, që kjo në një farë forme po e prek shoqërinë tonë në asetin ku jemi ne më të ndjeshëm, sepse ka familjarë të shumë që kanë humbë të më dashurit e tyre dhe sot i shtrembrohet historia, do të thotë bashkëfajtor. Gjithë secili mund të jetë këtu, por unë mendoj se ta shëtutje ndoshta jo vetëm Ministria e Punëve të Jashtme, po edhe Kuvendi, edhe të gjitha institucionet e tjera, nëse financojnë një libër, do të marrin një mendim nga Ministria e Arsimit ose Akademia e Shkencave në mënyrë që ta kenë një dhënë të saktë se a ja vlen të financohet. Unë besoj që ndoshta shumë libra të tjerë që kanë qenë edhe të rëndësisë më të madhe nuk janë financuar, edhe ne kemi me mangun me dhëna që i kemi mund të nxjerrim ose ju kemi referu instituteve ose të dhënave të tjera. Përkaq dua ta komentojmë edhe deklaratën që pati Vlora Qtaku nga PDK, ku tha që Kuvendi është mashtru, madje e tregoi edhe letrën që është dhënë partive opozitare, ku thotë se nuk shkruan emri i Shkëlzengashit as organizatës së tij. Mendoni që mund të ketë qenë qëllimshme apo jo? Jo, unë mendoj deputetët janë për me kry punën e vet. Dhe secili vendim që vjen nga kryesia e Kuvendit në Kuvend, deputetët duhet ta marrin ta shqyrtojnë. Ajo tha se është vetëm integral dhe nuk figuron. Sot ti e keni mundësi shumë të lehtë. Hen në Google edhe sheh kush është Integra, kush është Ardiani, kush është Shkelzeni dhe pastaj ti verifikohet. Është lehtë me verifiku. Nuk mund t'ja edhe shtifojnë tash me dalë në media aty përpara 20 gazetarëve, me i thirr me prit një orë gazetarët edhe me dalë me tregu se është fajtor Kuvendi. A je pjesë e Kuvendit ti? Nëse ke qenë ti pjesë e Kuvendit dhe nëse je pjesë e Kuvendit, atëherë si deputet i kësaj legjislature ose i legjislaturave të kaluara, është dashur paktën me shfletu se ku po shkojnë mjetet taksat e qytetarëve, taksa paguesit tonë. Dhe nëse janë nda 15.000 euro prej Kuvendit Kosovës, atëherë jo vetëm Vlora Qtaku, po secili deputet aty ka përgjegjësi. Cili do të ketë qenë ose i kësaj legjislature ose atëherë kur janë nda mjetet. Prandaj nuk mund t'ja edhe shfojnë ti ashtu blanko dikujt se Kuvendi është ti